nuk e kam përjetu kështu me thonë drejten me gzim, se kishim disa halle tjera, kishim këtë citatën e luftës, betejës, civilët nuk e dimin as kuj kishim as familjarë tonë. Pra ishte një situatë për cilën nuk ndjeje gzim, dhe më thënë që shëndru në një bish, për cilën sinqerisht më afër ose më i gëzuar ishe ta përjetoj e vdekjen se sot të ishe i gjallë. Përjetime një mend shumë trishta. Pra kur ti befas për shkak të betejave të mëdhaja, shkëputesh nga gjithçka me një pjesë që ke qenë afër deri në minutën e fundit. Po falë kësaj, pjesa më ishin plaguzis, ashtar kishin dalë se rruga e ndonë fshatat Ladrës edhe Kleçk, edhe ndonë pjesën e Malishevës, Drenovce, e këtutje. Ne tani kuptuam se ata kishin pas dalë në zonën e Nga vështërsi sfidat e shumta nuk kishit kohë as ta përjetonit edhe si gzim atë situatë. Si moment triumfi. Sinqerisht, nështë luftat krijen shumë rrethana që ta determinon, ta përcakton në farmendimi që ti nuk mundesh me pas hapësirë as të gëzimit as të hidhërimit. Pra ne ndjenim diçka si një aleancë, po nuk e kemi ndjekë kështu si gëzim. Unë personalisht jo, unë e kuptoj se sot ne këto rrethimet tona munden me u po prej kënd vështrimeve të ndryshme për shkak të çuroditjes së madhe, mirë po jo, nuk e kam ndjekur si gëzim të madh për arsye se ne kishim pas. Po ne kishim pas. Nga fakti që kishit vendosur të bëni kontratë me vdekjen për të fituar për atë, mase. Po? Absolutisht, domethënë nuk ka, ne kemi qenë dikon 22 ushtar, që kemi qenë kryesisht pjesë e familjes edhe e lidhjeve familjare që kemi nejt në Sarallu. Jo për një fakt tjetër, po vetëm për shkak që ne refuzuam, kështu kemi refuzuar edhe ndoshta edhe urna që me qenë afër aty ku ndodhen civil. Pra kemi qenë në vija, sinqerisht në vija 100 metra, 200 me forcat serbe.